Ftoj deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Në bazë të rezultateve që kemi marrë, më duhet edhe njëherë t'ju kujtoj se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese numri 119, syje për 14.28 i obligon deputetët votojnë për, votojnë kundër, të abstenojnë, por jo edhe të mos votojnë. Të atyre që kanë votuar, kemi 56 deputet që kanë dhënë votën për, një është kundër dhe asnjë abstenim. Seanca ndërpritet, shihemi me 9 maj në orën 10.